Tensionet mes Shtetet të Bashkuara dhe Irani janë rikthyer në qendër të vëmendjes pas vetëm disa javë pas të shkrimit të memorandumit të përkohshëm të mirëkuptimit që synonte të jepte fund për shkallëzimin të konfliktit. Përballësitë e reja rreth kontrollit të ngushticës së Hormuzit kanë vënë në pikpyetje qëndrueshmërinë e armëpushimit. Sipas Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara, ushtria amerikane ndërmori sulme ndaj 20 objektivash ushtarake iraniane, duke përfshirë sisteme të mbrojtjes ajrore, radar bregdetar, port, baza, përlëshimet e raketave kundër anijeve, raketa tokajër dhe infrastrukturë të përdorur për dronet. Washingtoni paraqet këto veprime si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të raportuara një ditë më parë ndaj 3 anijeve tregtare që kalonin në ngushticën e Hormuzit. Paralelisht me operacionet ushtarake, administrata amerikane revokoi dhe licencën e përkohshme që lejonte eksportin e naftës iraniane deri më 21 gusht, duke rikthyer kufizime të plota ndaj sektorit energjetik të Teheranit. Analistët vlerësojnë se ky vendim përbën një goditje të fortë për marrëveshjen e armëpushimit dhe rrit rrezikun për një përshkallëzim të mëtejshëm. Reagimi i Iranit ishte më i hershëm. Garda revolucionare islamike njoftoi se kishte ndërmarrë sulme ndaj 10 objektivave ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuvajt. Sipas autoriteteve iraniane, u goditën 85 objekte me raketa dhe drone, ndërsa u pretendua dhe rrëzimi i një droni amerikan MQ-9. Si pasojë e sulmeve në të dy vendet u aktivizuan sirenat e alarmit. Në reagimin zyrtar, Ministria e Jashtme e Iranit dënoi veprimet e Washingtonit duke i cilësuar ato si shkelje e rëndë e memorandumit të armëpushimit dhe paralajmëroi se Teherani do të marrë shomas të nevojshme për mbrojtjen e interesave të tij kombëtare. Edhe kryetari i parlamentit iranian reagoi ashpër ndaj zhvillimeve, duke deklaruar se epoka e presionit dhe shantazhit ka marrë fund, ndërsa tensionet mes dy vendeve vijojnë të beten në një nivel të lartë.